filloj me shkru realitetin paralel dhe fillon një person aty me qaj me za. Fillon me qa me za dhe nuk mundet ma me shkru. Po më tërqethet krejt trupi njerës. Dëgjoni me vëmendje. Del jashtë ai personi, të gjithë tjerët janë të shkru. Del jashtë ai personi dhe unë zakonisht nuk ju shkoj mrapa njerëzve, sepse i la që t'i lirojnë ato emocione, por kur ta ndjej se duhet me e baj, dhe më thonë është aksion inspirativ. Dal jashtë i afrohem dhe më tregon që i ka vdek vllai para 8 mujve. Dhe qan me zë, thot, vllavi em ka vdek me marak për m'ja marru një shtëpi fëmijëve vet. Dhe unë nuk e di që kjo e ka shënu ma herët, kur e ka pa të shkrimi realitetit paralel, unë nuk e di që kjo e ka shkru ma herët se në maj manifestohet shtëpia, dhe ajo kishte pas vetëm pak para, dhe është dhe dëshpru që nuk ka mujt me realizu për vllavin e saj, i cili ka vdek, dhe unë nuk e di se çka ka shkru për gjo. Dal jashtë, flas me ta, futem mrena, sipas ndjenjes e ndjej dhe unë e marr mikrofonin dhe i tham, është e kryme, dëshira jote është e realizuar. Njerëz të dashur, çfarë energjie, sepse në fillim të ritritit, disa persona që ka marrë me markëm, çka i thash nëse keni ardhur, me kuptu sa e fuqishme është dhënia, sa e fuqishme është me përkrahje një tjetrin, sa e fuqishme është ti me nisat energji prej teje, me dhënë dhe me zgjuat emocion, me zgjuat vibrim ti mbrana teje. Dhe unë e tham, tash është e kryme. Flas para të gjithë dhe është hera parë që unë i tregoj, por du m'ja tregu manifestimin për me kuptu ju se pa marrë parasysh ku jeni ju muni me manifestu gjitha që ju doni. Muni me kryu jetën që ju doni. Dhe unë e tham është e kryme. Unë du që ju të gjithë, nëse ndjeni, të me përkrahni, por nuk është e nevojshme në e marrë përgjithësi edhe për veti, dhe me thonë, shtëpia vllavit tanë është marrë. Brenda 1 ore njerëz, brenda 1 ore ne kemi pas krejt paret e shtëpisë. Dhe me thonë, e ka manifestu dhe e fillon prap me qaj, thot, une e kam shënu se në maj kryhet. Fillon ndërtimi, ose është e kryme si manifestim. Brenda 1 ore dhe qohen njerëzit, unë jap kaq, unë e kry këta, unë e marr kuzhinën, unë e baj. Më thonë, mrena as 1 ore krejt, u kry krejt shtëpia. Dhe ai personi natyrisht nuk po e thamë në publik, që tha, ato që ka besin këtë në fundi kryonin, më thonë, u kry shtëpia e asaj, që ja ka premtu vllavit vetë se ka me kry, po s'ka ditë si, vetëm e ka shënu dhe ja ka lshu universit në dorë, që me kry universin, me manifestu besimi. Kam qesh me ta, për kjo ka besu.